Mirëmëngjesi për ju në studio, mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit e Koha Vizionit, teksa vendi po i afrohet zgjedhjeve të 7 qershorit, në fakt po ashtu po rritet edhe një numër i madh në rrjetet sociale sa i përket përmbajtjeve të ndryshme të gjeneruara me inteligjencë artificiale dhe po ashtu përmbajtjeve të cilat përmbajnë keq informim dhe deklarata të tjera, por të gjitha këto për rreziqet dhe po ashtu edhe për forma të tjera se si mund të mbrohen qytetarët. I flasim me ulëmtuesin nga ibret.info, Etret Rexhepi, të cilin e kam tashmë këtu pranë. Mirëmëngjesi Etret, faleminderit shumë që je këtu kënaqësi. Mirëmëngjesi, faleminderit edhe juve. Po e nisim fillimisht bisedën lidhje me ato se cilat janë disa prej formave më të shpeshta sa i përket keq informimit. Shtunën ne si organizat për verifikimin e fakteve kemi mbajtur një konferencë në cilën i kemi paralajmëruar edhe mediat, po edhe qytetarët që kanë drejt vote në këtë zgjedhje për format më të shpeshta të keq informimit që mund të hasen. Këto forma janë vlerësuar gjatë varësisht për verifikimeve nga zgjedhjet e kaluara, po edhe nga trendi që është po këto ditë, përrejse kur ka fillu prej kur është shpall data e zgjedhjeve e deri më sot pra në ditën e 6 të fushatës zgjedhore, kur kemi përfundim të saj. Si format më të shpeshta që janë hasë gjatë kësaj kohe janë sondazhet e rreme, janë përmbajtjet me inteligjencë artificiale, po nuk mund të mungojnë atë deklaratat e rreme edhe ndikimi i jashtëm që gjithmonë është rrezik për zgjedhjet parlamentare në vendin tonë. Në fakt, ju po ashtu keni paralajmëruar edhe ato sa i përket sondazheve të rreme dhe po besoj që qytetarëve ju intereson shumë me ditë se çysh munden me dallu një sondazh të rrem nga një i vërtetë edhe mbasi disa prej formave që munden me identifiku këto sondazhe. Po një sondazh i vërtetë është ai sondazh që bëhet që matjet të cilat realizohen nga një kompani profesionale, e cila është profesionalizuar për atë veprim. Këto përmbajtje që hasin ne më të shpeshta ku janë sondazhet rreme, nuk tregohet burimi që e ka bëhet sondazh, e ka kryer matjen që pretendohet që është matje, nuk tregohet mostra, nuk tregohet vendi ku janë marrë këta që janë pyet, nuk tregohet koha kur është realizuar ky sondazh, edhe shumicën e rasteve bëhen nga faqe, nga llogari, të cilat nuk janë as media, por që thirren si media. Por këto janë vetëm disa nga format të cilat mund është me pa pak a shumë nëse një sondazh është i rrem apo është i saktë, i vërtetë. Sa mundën më pas të më na tregu pak këto sondazhet që po i quajnë të rreme, sa mundën më ndikun mbas edhe në perceptimin e audiencës në lidhje me atë që ka për një parti politike apo qoftë për një kandidat për kryeministër apo për deputet. Çish mundën më ndiku këto sondazhe opinionin publik? Po, në thelb publikimi i sondazheve të tilla gjithmonë ka për qëllim ndikimin në opinionin publik. Si format më të shpeshta që mund me ndiku në opinionin publik është ajo çështja që për shembull, nëse një sondazh i rrem e shpall brendshëm një subjekt të parë, mund me pasat efektin e fituesit ose asaj që në gazetari në komunikim cilësohet si efekti bendman. Pra, mundet me i bindë edhe qytetarët e tjerë që zgjedhjet pothuajse që janë kryer edhe hajtë që na ose nuk po dalim ose po dalim po e votojmë atë subjektin që është i pari. Në forma tjetër që mund me ndiku në opinionin publik është me demoralizu votuesin e kundërshtarit politik kësaj partie, për shembull nëse dele para, edhe në rastin më shpesh mundet që me motivu votues, pra kur ta shohin disa votues që partia atyre është keq, munden me motivu me dalë me votu atë subjekt politik. Pra këto janë disa nga format që tentohet të ndikohet në opinionin publik në perceptimin e për këtë zgjedhje që ja. Në ndërkohë, çdo herë gjatë fushatave zgjedhore, sidomos kohëve të fundit, kemi pa edhe shumë tituj të cilët le të quajmë senzacionale apo shumë faqe të ndryshme në rrjetet sociale që mbase edhe paraqiten si media, por faktikisht nuk janë media dhe përdorin më pas edhe tituj kështu siç i quani edhe ju clickbait. Sa po e vreni këtë dukuri gjatë kësaj fushate? Ka pas raste, kemi hasur edhe momente kur ka tituj të tillë clickbait, cilat nuk tregohet vendi, koha ose edhe publikohen në kontekst të ndryshëm, kohor apo edhe lokal, pra. Përmbajtjet e tilla gjithmonë kanë gjuhë emocionale, pra qëllimi i tyre është të shkaktohet frikë ose zemrën, pra emocione të mëdha, në anë të cilave gjithashtu po kanë për qëllim me ndiku në perceptimin e opinionit publik përballë aktorëve politik që garojnë këtë zgjedhje. Etret, gjatë të konferencës, unë pash që keni përmend po ashtu edhe rikthimin e deklaratave të mëhershme dhe do të thotë me rikthye ato dhe me paraqit si të tashme. Sa po ndodh kjo dhe është një trend në rritje mbasi më na përmend edhe ndonjë shembull se çysh po ndodh kjo? Rastet e deklaratave të ricikluara, që cilat i kemi quajtur, nuk është që janë hasur shumë shpeshta në këtë zgjedhje, por vlerësimi i mundësinë e publikimit të tyre është bazuar në ato hulumtimet paraprake të zgjedhjeve të kaluara. Deklaratat e tilla gjithmonë kur të rikthehen në atë formë bëhen që të
mushet menja që është publikuar në këtë kohë, pra bëhet si deklarohet si publikohet si deklarat aktuale, pas tregu që ajo deklaratë është publikuar në një kohë të mëhershme. Gjithmonë ato bëhen në kontekst të zgjedhjeve. Po ne atë në konferencë kemë përmend disa prej llojeve këtyre deklaratave, kemë përmend edhe deklaratat e sajuara, të cilat bëhen as i forme që një personalitet me ndikim qoftë nga jashtë, qoftë nga brenda, ka dhënë një deklaratë të tillë për ndonjërin nga garues zgjedhje. Këto janë format më shpesh të cilat janë publikuar në zgjedhjet e kaluara, por deri më tani, tash kur po him tash edhe më ditën e 6 fushatës, nuk është që kemi hasur shumë të shpesh ta deklaratat e tilla, qoftë rreme, qoftë manipuluara apo të ricikluara. Në ndërkohë, përveç këtyre që i përmendëm, tashmë ekziston edhe një rrezikshmëri pak më e madhe, duke qenë se kemi edhe inteligjencën artificiale dhe përdorimin masiv të saj. Kisha dashur me ditë pak nga ju si organizatë për verifikim të fakteve, sa po është vështirë me identifiku përmbajtje të tilla, edhe sa vështirë mundet me qenë për një qytetar. Po ne si organizatë vazhdimisht kemi bërthirje që të ketë kujdes nga përmbajtjet e tilla të gjeneruara me inteligjencë artificiale. Si shembull që i kem përmend edhe atë në konferencë, janë ato përmbajtjet në cilat imitojnë intervista jo autentike me ndonjë qytetar ose si vox pope, po edhe është përmend edhe ajo që tashmë po cilësohet, po quhet si propaganda, pra janë video të nivelit shumë të ulët, po që realizohen me inteligjencë artificiale. Këto janë disa nga format që janë hasur si të publikuara gjatë kësaj fushate zgjedhore. Identifikimi i tyre bëhet vazhdimisht me veglat që i kemi ne në dispozicion, cilat janë pa pagesë, cilat i përdorim për të identifikuar dhe për të verifikuar para audiencës tonë që t'i dëshmojmë që janë të tilla. Qytetarët, me sa kemi mund të shohim, hasin në vështirësi për t'i dalluar përmbajtje të tilla, prandaj edhe gjithmonë është kushtuar rëndësi, pra gjithmonë kur e trajtojmë një përmbajtje të tillë që është realizuar me inteligjencë artificiale, bëhet nga mendimi që audienca nuk po arrin ta identifikojë si të tillë. Si e shohim ne këtë gjë, mundesh me pa në komente, mundesh me pa me vjeshmëri, me pëlqime, po video të tilla gjithmonë i gjenerojnë interaktivitet nga qytetarët tonë. Përveç identifikimit të videove me përmbajtje, do thotë të inteligjencës artificiale, kisha dashur me ditë mbase përshikuesit se çysh munden me identifikuar edhe përmbajtje të tjera, të cilat munden me qenë të rreme, të paverifikuara, apo edhe kështu përmbajtje të ndryshme të cilat nuk publikohen nga media kredibile. Po edhe atë në përfundim konferencës i kemi dhënë disa prej këshillave se çysh mund na me mbrojt kur hasim përmbajtje të tilla. Si këshilla që i kemi përmend, ka qenë verifikimi gjithmonë i burimit se kush e ka publikuar përmbajtje të tillë, të kihet kujdes kur hasim tituj të tillë emocional, që shkaktojnë emocione të forta. Këshilla e tretë e cila u përmend edhe atë prej neve, që gjithmonë të verifikohet nëse një përmbajtje e tillë është publikuar nga burime kredibile ose të krahasohet përmbajtjet e tilla me ato që janë publikuar në burimet kredibile, edhe të rritet vedia përballë përmbajtjeve që gjenerohen me inteligjencë artificiale. Pra lexuesit duhet pak a shumë të pajisen me dije, me disa hapa se çysh mund edhe me identifiku përmbajtjet që publikohen me inteligjencë artificiale. E tretë, në ndërkohë në punën e përditshme që e bëni, jashtë fushatës zgjedhore dhe jashtë këtyre datave të rëndësishme për Kosovën, kisha dashur me ditë kështu në përditshmëri disa prej gjanave të cilat mbase edhe munden me qenë alarm apo munden me qenë shumë rrezik këtu në Kosovë, do thotë çdo herë duke u bazuar në punën që e bëni në përditshmëri këtu, do thotë sa i përket të përmbajtjeve në rrjetet sociale, por edhe në internet në përgjithësi. Po, përveç zgjedhjeve të cilat monitorohen, organizata jonë bën monitorim përditshëm të keq informatave të tilla. Sa i përket alarmit ose përmbajtjeve që mund të jenë më të rrezikshme për publikuesin, ne vazhdimisht verifikimin e bëjmë në përmbajtje që kanë çështje që janë politike, pra që kanë karakter tematik politike në vendin tonë. Si përmbajtje që mund ndoshta me qenë direkt pak më të rrezikshme janë ato që po cilësohen si mashtruese, si mashtrim, të cilat nuk e di nëse keni pa, ka shumë raste ku shumë njerëz po i vijnë SMS-a, mesazhe, edhe po klikojnë ato vegla që i dërgohen edhe po humbin para. Pra kjo ka qenë një prej atyre të rrezikshme të cilat direkt i prekshin kuletën e qytetarëve. Pastaj gjithmonë është rrezik edhe ndikimi i jashtëm, pra ato përmbajtje që publikohen nga satelitët, nga aktorët që janë të lidhur me shtetin rus ose me shtetin serb, cilat gjithmonë kanë për qëllim të destabilizojnë vendin ose zhvillimet politike në vendin tonë. Pra këto janë deri diku ato përmbajtje të cilat munden me qenë më të rrezikshme, në cilat është vërejtë rrezik më i madh për vendin edhe për qytetarët tonë.
Në ndërkohë, sipas që është si organizatë, cilat janë disa prej hapave që duhet me i marrë institucionet sa i përket këtyre përmbajtjeve dhe këtyre rrezikshmërive? Po institucionet ne si vend, si shoqëri, vazhdimisht merremi me ato pasojat, po merremi me pasojat negative. Po si gjithmonë kemi qenë akter avokus të asaj që cilësohet si quhet si edukimi medial. Pra njëra prej hapave që gjithmonë e kemi përmend është ajo që të vendosë si lëndë shkollore edukimi medial, po në mendoj që institucionet e vendit duhet bëjnë shumë më shumë, pra nuk mjafton vetëm të futet në shkolla ose në kurrikulën shkollore edukimi medial, pra duhet kampanja fushatave disuese për gjithë qytetarët që të rritet sa më shumë ajo syri kritik i cili mund të na ndihmojë të dallojmë sa më lehtë përmbajtjet e tilla keqëformuese. E tretë, duke qenë se jemi në fund bisedës, kisha dashur një mesazh nga ti për të gjithë ata qytetarët, duke qenë se jemi vetëm pak ditë para zgjedhjeve. Mesazhi jem ose këshilla jem për qytetarët është që të votohet duke e vlerësuar gjuhën analizuese, gjuhën faktuese, pra të ketë sy kritik përballë asaj që premtohet nga politikanët. Por meqense se kemi të bëjmë me zgjedhje parlamentare, unë ju bëj thirrje qytetarëve që të votojnë ata qytetarë që përdorin më shumë fakte e më pak gjuhë emocionale. E tretë, falenderojmë shumë për të gjitha informacionet dhe sqarimet që ne dhe faleminderit që ishe me ne këtë. Faleminderit shumë. Atëherë Agnesi ishim pra me ulëmtuesin nga organizata për verifikim të fakteve hybrid.info, ku folëm pak më shumë në lidhje me rreziqet nga keqinformimet që mund të jenë gjatë kësaj fushate dhe po ashtu për të gjithë përmbajtjen që po shpërndahet kështu në internet, që po shpërndahet online dhe do thotë për atë përmbajtje se çish munden qytetarët me verifiku dhe çish munden me ditë se cilat janë të shpërndara nga media kredibile e cilat jo. Kaq sa i përket kësaj lidhje direkte, unë po kaloj linjën të ju në studio.